Valer Kolnika, mirë se erdhe në What the Fuck. Kisha dikë që mendonte se isha i një orientimi tjetër, më ka sfiduar jeta dhe fati. Pse e thua këtë, Valer? Po, nëse do marr pjesë një ditë në Big Brother, ju do merrni vesh një gjë që s'keni për ta besuar. Ju nuk dini se çka ka përballuar ky djalë që në moshë shumë të re. Se kam bërtitur me sa kam pasur forcë aty. Mandalena është shumë njëri i qetë. Kush ka qenë pagesa më lart që ke marrë? Po thua që kemi personazh origjinale. Realisht po ta shohësh, kemi një Arban Osmani që është si Alesia Markuci e përzier me Simona Ventura. Po starat e këtij edicioni Janë pak të logën, me thënë drejtë. Edhe po të marrësh çmimin siç e mori Dionisi, njësoj të shkon ku është Dionisi tani. Kishte dikush tjetër për qenë opinionist, kështu që duket ke qenë ti për të qenë opinionist. As që diskutohet. Gjesi si të duket, ishte Kalama Amor burr, që është Alba Pollozhan, një përputhse që direkt e kam jo tani nuk do më marrë. Jo, vetëm se është Ledioni. Kam pasur tërheqje fizike për një personazh tek Ferma VIP. Kam pasur. Me kë? Kam për foto të zhveshur krejt nudo, edhe ndërkohë që kalonin njerëzit me makina ti bëj kështu, pastaj hiqi krejt. Kam lënë ti të provoj me një burgos. Më fal. Po ti je martuar, ore. Dhe çfarë do thot? Hey njerëz të bukur, mirë se erdhët në What the Fuck. Mirë se erdhët. Ja rritur temperaturat, e keni ndier? Po, fatos shumë taposh, sidomos sot. Sa mos e kishin nga unë se u zhvesh. Jo, se kemi nga ty, po e kemi nga i ftuari që do të kemi këtë puntat, sepse ai është një showman, të paktën kështu e cilëson veten, përpos të tjerave, me profesion është mjek i përgjithshëm, ka marrë pjesë në shumë reality show, ndërto Big Brother, Ferma VIP, edhe kërcen. Oj të kërcyje. Se di për të kënduar e këndon. Nuk e di, do e pyesim tani Valer Kolnika, mirë se erdhe në What the Fuck. Shumë nësi që jam pjesë e Andale dhe ju thatë që e kam bërë ngrohtë. Në fakt u mundoha të sill freskinë e Malësisë Madhe, bjeshkëve të Malësisë Madhe dhe në fakt të ngrohtin e gjeta mes juve siç ka thënë Skënderbeu. Pa, është e kemi. Tani këndon ti Valer përveç se kërcen. Unë kam kënduar në Ferma VIP. Ku verove verëno, ku vjeshtove vjeshtëno, as verova. Ardiçe Brea. Atë mori Ardiçe Brea në telefon. Më ka shkruar edhe më ka komplimentuar dhe ka thënë që Fermës jam shumë krenar se njihemi që në kohën kur isha model dhe isha pjesë e Diela Shqiptare në atë kohë kur fillova përpara se të bëhesh i njohur shumë. Dhe më komplimentoi dhe më tha që jam shumë krenar këta për domethënë rrjedhshmërinë dhe ecurinë në Ferma VIP ke marrë më të mirë dhe ke bërë shumë përshtypje në publik. A Valer, siç e thash edhe në prezantimin që të bëra, ti ke marrë pjesë në shumë reality show, në shumë programe. Po asnjëherë nuk të kemi parë në një program ku të jesh ti moderator kryesor. A ke pas oferta? A ke refuzuar? Si ka qenë puna? Atëherë, me qenë se pjesën e moderatorit është një gjë që unë kam bërë kur kam qenë 17 vjeç. Kam filluar në televizionet, në mediat lokale në Malësinë e Madhe dhe nga aty kuptova se si funksionon televizioni dhe kuptova çdo gjë. Në mënyrë që pastaj më shijoj ajo pjesa që pse të mos jem unë protagonisti, se protagonisti edhe duke qenë moderator, por në fakt thash pse mos jem unë i ftuar, edhe pse mos provoj dhe mos guxoj. Shfrytëzova erdha në Tiranë me studime në mjekësi. Shfrytëzova faktin që isha një djalë i hishëm edhe i ri në atë kohë dhe u paraqita tek java e modës në Tirana Fashion Week dhe aty bëra përshtypje. Fillova të guxoj duke dalë zhveshur, duke as profesionistët s'po e bënin atë gjë. Kështu që domethënë kuptova që publiku do dinamik dhe larmishmëri, sepse jemi mësuar me stereotipe të ndryshme e personazhesh televiziv që qëndrojnë brenda disa kornizave, bën repetitiv dhe publiku s'ka çfarë dëgjon më diçka interesante realisht. Kështu që e servira, ndërtova karrierën prej showmeni, se ju thoni që e ka cilësuar veten, realisht nuk di se kush tjetër mund t'i arrit ta cilësoj më shumë se sa ç'bëj unë në ekran. Kërcej, këndoj siç e thatë më përpara, guxoj në pjesën e modelingut, dhe gjithmonë sjell dinamika, gjithmonë edhe nëse është puna për përballje për të luajtur si armë me fjalën, e përdor goxha mirë. Asnjëherë s'm ka pa njëri të dalin nga vetja dhe të jemi acerruar, ndërkohë jam ai që tërboj të tjerët. Kështu që gjitha këto i kam bërë bashkë për të ndërtuar figurën e showmenit. Po thua që ishte zgjedhja jote, pra oferta ke pasur dhe i ke mohuar? Kam patur oferta dhe sidomos gjatë kohës, domethënë direkt pas Ferma VIP, është një pjesë që tashmë të gjithë e dinë që dita bëj mirë dhe pjesën e moderimit, domethënë. Ti Valer ke bërë, siç e përmendë, ke bërë pak nga të gjitha. Po.
Unë nuk e di, në recital, tani ka ngelur pa bërë. Album muzikor. Album muzikor, ose të hapësh një butik, se kjo ka ngelur. Të hapja një butiku është gjë shumë e thjeshtë dhe bëjnë zakonisht artistët. Dhe kam edhe shihen në zgjedhjen. Absolutisht. Por ajo çfarë unë doja të të pyesja ishte gjatë gjithë kësaj periudhës, a ke pasur bryla ose njerëz të cilët nuk ta kanë dashur të mirën, le të themi? Në fakt, mendoj që pjesa brylave ekziston kudo dhe ju shoqëron secilin për ju, edhe mua kuptohet. Duke që një djalë që ka ardhur nga fshati, nga Malësia e Madhe dhe thot me krenari që unë dua të futem dhe të bëhem një personazh televiziv shumë i njohur në Shqipëri dhe dua të kem atë famën e madhe dhe vëmendjen e madhe. Kam gjetur forma dhe mënyra për këto bryla për t'ia kthyer bumerang. Sepse jam natyrë guximshme. Edhe kjo pjesa e guximit është ajo pjesë që më ka ndihmuar gjithmonë dhe mos kokçarja, fakti që komplekset realisht nuk ka njëri pa komplekse, i kam edhe, por nuk kam lejuar që të më kuptohen. Ti kuptojnë të tjerët. Shprehe disa herë që ke qenë i guximshëm, ke turbuar shpesh herë edhe publikun. Ndërkohë, si të ka ardhur ky bumerangu i këtij tërbimi që i ke shkaktuar? Cilat kanë qenë komentet? Ka pasur komente që të kanë lënduar? Qoftë edhe se ke përmendur shpesh që vjen nga Malësia e Madhe, mentaliteti paksa më i mbyllur ndryshe nga Tirana. Nuk se do thoja që është më mbyllur. Mendoj që nuk e njohin mirë mentalitetin e malësorëve. Për aq kohë sa keni përzen një malësor që flet dhe që jeton në Malësitë të Madhe, në dallim nga tjerë që thjesht e kanë me të dëgjuar, unë po them që mentaliteti i malësorëve është si imi, nuk po them kaq i guximshëm, sepse janë figurë televizive, por është shumë i guximshëm dhe janë shumë njerëz të mirë. Kanë ruajtur disa tradita dhe disa vlera që pak zona i kanë. I kanë ruajtur me fanatizëm, edhe ato vlera dhe ato nuk i bëjnë më pak të prapambetur. Përkundrazi, ajo është sot, domethënë, nisur nga gjithë që janë çliruar dhe e kanë lëshuar pa fre pjesën e sjelljes edhe pjesën e kufive. Malësorët me këto ruajtje tradite tashmë janë kthyer në trend, besojnë, dhe janë njerëz edhe më modernë se sa vetë njerëzit që jetojnë në qytet. Ka pasur komente negative, a ka pasur komente që të kanë lënduar realisht ty apo dhe familje? Përket komenteve asnjëherë nuk ka qenë e rëndësishme për mua. Për çfarë nuk jam diskutuar gjatë gjithë këtij përkorsi, këtij udhëtimi që kam në televizion. Por më e rëndësishme është një njeri që ka disa baza të forta, siç është familja, siç është arsimimi, siç është jeta që zgjedh të bëj, nuk ka asgjë që të ndalë. Pjesa komenteve është sa rëndësi do japësh ti komenti, se ka shumë personazhe televiziv që jetojnë për fjalët që ju thuhen. Dhe pastaj përsojnë ato traumat e veta sa herë ndeshin, pavarësisht se bëjnë mirë nganjëherë, hasen në komente që nuk ju kthehet mbrapsht ashtu siç janë nisur. Në rastin konkret, duke qenë ndoshta dhe mjek e kam pasur më të lehtë që ti trajtoj si pacient pjesën e publikut. Hej, nëse po ju pëlqen kjo që po ndiqni deri tani, ju ftoj të na bëni subscribe në Andale AL dhe të na bëni follow në të gjitha rrjetet tona sociale. Jam kurioz të di se cili ka qenë thashëthimi më i çuditshëm që ke dëgjuar për veten tënde. Se siç e the ti ke guxuar dhe portalet kanë shkruar, njerëzit kanë shkruar shumë. Ose edhe kolegët e tu. Ke dëgjuar, të ka ardhur në veç në një thashëthim që kur e ke dëgjuar ke thonë seriozisht e kanë thonë dhe këtë. Nuk jam habitur shumë sepse thash më përpara jam njohur si mirë i medias dhe i televizionit dhe unë aty ku marr pjesë jam edhe studioj dhe çdo rrethant dhe çdo detaj. Nuk para lejoj që dikush apo diçka të dëpërtojë në pjesën e brendësisë time në mënyrë që, do të thënë, mundon të marr më të mirën edhe nuk lejoj asnjëherë që komfort zonin ma cenoj dikush tjetër. Dhe për sa i përket komenteve kanë qenë gjithmonë kontradiktore, komentet dhe mënyra se si u ka marrë të tjerëve. Dikush i quhesha tepër burror dhe tepër djalë i mirë apo djalë i sjellshëm, ndërkohë paralelisht kisha dikë që mendonte se isha një orientimi tjetër edhe më komentonte në një formë shumë agresive. Kjo gjëja nuk më ka bërë përshtypje. As komentet, jam njëri që nuk ndikojnë as komentet e mira. Për shembull, ka shumë njerëz që sot përdorin like-at apo komentet, domethënë që vetëm thonë fjalë të mirë në mënyrë që të bëjnë përshtypje. Nuk para jam njëri që fort i marr shumë për bazë. Jam njëri që unë njoh zemrën e njerëzve, sa i shoh dhe mënyrën se si më drejtojnë. Kapi detajet dhe edhe si rredohet edhe komentet. Ka komente që të bëjnë vërtet për vete, për shembull që kanë kuptuar në brendësinë tënde dhe kanë kuptuar atë mirësinë dhe vlerën tënde. Po në fillimet e karrierës nuk besoj që çdo kush është aq i fortë sa të përballojë çdo koment agresiv apo ofendues që i vjen. Ose pjesa e Secili ka familjes, momente thyrjeje. E gjithë kjo ndodh çfarë eksperiencë jetë ka një individ i cili ka zgjedhur të jetë personazh televiziv. Nëse jeta e tij ka qenë një jetë e vështirë, e mësuar me pamundësi,
siç ka qenë jeta ime me traumën edhe me vështirësi me tragjedi, kam zgjedhur dhe kam thënë gjithmonë që njeriu është shumë i vogël përpara asaj çfarë më ka sfiduar jeta dhe fati. Pse e thua këtë, Valer? Po, janë gjëra që publiku i di shumë mirë dhe i kam treguar se nganjëherë hap zemrën dhe i kam thënë ato gjëra. Dhe di them që gjithmonë kam thënë që shiko, fakti që kam ngelur një djalë vetëm dhe po realizoj disa dëshira, disa ëndra të dikujt tjetër edhe të mia njëkohësisht, nuk po i lë mangut. Atëherë kam menduar që njerëzit të cilët më kanë dalë përpara dhe flasim edhe për brylat, më janë dukur shumë njerëz të vegjël. Kam thënë që shiko se ju nuk dini se çka ka përballuar ky djalë që në moshë shumë të re edhe si mund të mvrasë një fjalë dikujt kurse më ka vrarë një humbje. E kuptoj. E madhe. Valer, tani që po të gjëja teksa po flisem, më erdhi në mendje të cilësoja si njeri skajeve. Po ashtu jam, e ekstremeve. E ekstremeve, më saktë. Pra, nga njëra anë ti je mjek, nga ana tjetër je showman. Po, kjo është e bukur. Si ja del ti balancosh të dyja këto, se nuk bashkohen në pikë të përbashkët. Atëherë, meqense gjithmonë një gjë që e marr përsipër të bëj apo të prezantohem në atë formë, gjithmonë nganjëherë qëllon që e bëj më mirë se sa ai që ka investuar gjithë jetën në atë gjë. Unë po them që modelingun e përdora si formë trampoline dhe ndërkohë isha nga model që po guxonte dhe po provokonte më shumë se sa ata vetë që kishin biznes dhe formë jete. Ndërkohë, unë domethënë po guxoja edhe pa pyetur fare se a do mirë kuptohesha apo do keq kuptohesha, çfarë do merrja në këmbim. Thjesht kisha qëllimin dhe për ta përdorur më së miri dhe për të mos patur pizhmane më vonë. Ja arrita deri në atë pikë sa që një model i guximshëm nga malësia e madhe, si vjen në një formë zhveshur krejt nudo edhe me forma provokuese, nuk e kam fjalën për format e mia fizike, por e kam fjalën për format e paraqitjes të fotove. Dhe deri në atë pikë sa që zgjidhet përfaqësoj Shqipërinë Best Model of the World dhe nuk më alluroi as kërkush atë gjë. Thjesht organizatorët e atij eventi kishin parë fotot dhe më erdhi ftesa dhe më dukej shumë gjë e bukur. E di pse duket gjë e bukur, sepse domethënë vlerësohesh nga dikush që domethënë nga organizatorët vetë dhe thua, shiko se profesionistët e vërtet arrin ta kuptojnë. Bravo. Edhe them, unë zakonisht kur hy diçka e di se çfarë dua. Për të kthyer pyetjes tënde në lidhje me ekstremet nga mjeku në showman apo në një gjë të caktuar, kur je mjek i bantana. Kurioze jam të di pacientët çfarë të thanë kur u postuan ato foto aq provokuese. Atë kanë bërë një koment që erdhën në klinika, ti çfarë të thanë? A nuk thanë kështu, më fal, nuk thanë kështu, "Ua, ti që ke i veshur? Ti që ke me përparse?" Ne erdhëm me mendje. Po unë jam pak dreq. Meqense kam zgjedhur të jem lokalist dhe t'ju shërbej atyre njerëzve, njerëzit edhe fisin more i kam mësuar me këto me doza të vogla herë. E fillosha mu zhvesh pak një gjë, pastaj hiq pak, hap pak, bëj kështu, pastaj hiq krejt. Domethënë pra e kam përdorur si formë mjeku këtë gjë. Domethënë me doza të lehta, domethënë për statistikat e grave që ishin të sëmura gjatë asaj periudhe. Ushtuan statistikat e grave që nduan shumë. Po bashkëshortja Valera është suportuese ndaj karrierës tënde në televizion, ato thotë, ka thënë ndonjëherë që e ke tepruar, ka qenë një moment. A nuk duket sikur e reflektoj për aq kohë sa jam kaq solar në kuptimin e gjithë gjës që bëj, se nëse s'do ishte bashkëshortja atëherë do ishte prandaj një çift gjithmonë duhet bëhet një i plot, në mënyrë që të mirë funksionojë e gjitha. Nëse s'do kishte mirë kuptim, nëse s'do kishte harmoni, atëherë unë nuk doja dilja të isha kështu në ekran. Do ishin 100% e vërtetë. Jo, ta harrosh sepse ideja është unë kur nisej bëj gjithë këto marrina, shtëpinë kam lënë sigurt se kam gruan atje. Se po flas me gjuhën tonë. Po një moment një gjë që të ka thënë këtë ose një kritik, një kritik. Më shumë kanë qenë momentet për shembull kur mund të jem drejtuar një personazhi televiziv femër, mund ta kem ngacmuar në kuptimin ngacmuar për ta vënë siklet si shumë. Ka thënë e prove pak. A dinte për shembull është sepse Mandalena është shumë njëri i qetë, është shumë njëri është e kundërta komplet ska lidhje. Dash jemi të dy, po ska lidhje me mua. Unë jam shpërthimi. A ka ndonjë deklaratë ose një dalje tënde në publike të cilën ti ose je penduar ose nuk të pëlqen ose do ta fshish fare? Jo, absolutisht jo. E di pse, se gjërat që i bëj edhe i bëj me qëllime të caktuara. Edhe në momentin që dikush mund të lëndohet nga ajo gjë, thjesht ja bëj ditur që shiko se është për të mirën e tënde ose tonën përbashkët. Nuk njeh. E kam mirë llogaritur atë gjë. Po eksperienca më e bukur. Secila është eksperiencë e bukur. Për shembull, ju ndaç besoni, ndaç jo, po çdo pjesëmarrje, që në pjesëmarrjen në Big Brother, që në pjesëmarrjen
janë gjëra që kanë qenë të injektuar në mua duke qenë një personazh televiziv, para qenë personazh televiziv, po që fëmijë duke qenë përpara duke bërë prova para pasqyrës dhe thoja po, një ditë do jem këtu, një ditë do jem këtu dhe e manifestove në mbas Bigut direkt do mbi ftesa për Dancing with the Stars, më falni. Dhe direkt betohem, unë e dija që kur isha në muajin e dytë që më kishte kontaktuar Olta Dulaku për të qenë pjesë e Dancing with the Stars. Pra domethënë kanë qenë planet bëra. Dhe ju betohem që kam thënë, ore një ditë do jem këtu, një ditë do jem këtu, një ditë do jem opinionist edhe isha në Top Show. Pra janë eksperienca të jashtëzakonshme që i kisha vënë qëllim me vetes dhe ja arrita. Po pagesa, jam kurioz për pagesë. Atëherë, për sa i përket paguhet mirë në televizion se shumë flitet. Atëherë, për sa i përket pagesave, jam njëri që kurse bëj diçka, domethënë me qëllimin e përfitimit nga ana materiale. Jam një edhe në kohën. Një sekond. Po se paguhet më shumë si mjek. Është vërtet. Paguam shumë mirë si mjek, prandaj nuk ja kam nevojën shumë edhe ta mendoj a do paguam apo s'do paguam. Megjithatë jam paguar shumë mirë. Kush ka qenë pagesa më lart që ke marrë? Dancing with the Stars ka paguar mirë, di që thashtu edhe Ferma VIP. Apo s'do ta them këtë për Ferma. Po Big Brother i paguante në atë periudhë? Në atë periudhë jam i sinqert që jo. Nuk keni marrë gjë. Ishin njerëz të thjeshtë. Njerëz të thjeshtë në dallim nga sezonet tjera. Sezoni jon ishte sezoni i bamirësisë. Më çelloi mua. Pse nuk ke ardhur në Tiranë? Pse nuk je vendosur kurrë në Tiranë me gjithë ato projekte televizive? Pse nuk e ke lënë fare mjekësinë dhe të fokusohesh në televizion? Unë them ja them edhe fisit tim dhe ja them gjithë njerëzve. Domethënë në dallim nga tjerë që jam kundër rrymës gjithmonë për sa i përket pjesëve të zgjedhjes të marrjes së vendimeve për një gjë të caktuar. Unë Tiranës si mora më të mirën për 6 vite studimi si student mjekësie. Dhe ishte arritja më e madhe që një djalë nga fshati i Reç konkuron për të bërë doktor, edhe pse ka një natyrë tjetër, një profil tjetër dhe domethënë një formë zhvillimi që një lloj brumi që s'ka lidhje me mjekësinë. Kisha vënë si qëllim vetes që do konkuroja, do fitoja dhe do realizoja dëshirën e vllajt që s'jeton më. Edhe domethënë që në atë moment domethënë kisha vënë këtë objektiv kisha, ja arrita, ja dola, unë ndjeva njeriu më i lumtur. Thash gjatë kësaj kohe tani pse të heqi dorë nga ajo çfarë unë dua? Pse të mos gjej kohën për t'i bërë? Mund të heqi për shembull kohën e kafeneve apo e një loje futbolli apo diçka tjetër dhe i fokusohem asaj gjës që të vlon gjak, që duket shumë qartë. Valer, jam kurioz të di se ti e ke jetuar Big Brotherin në kohën ku ka qenë me njerëz të thjeshtë dhe e ke parë si shikues Big Brother me personazhe të njohur. Pyetja e parë që më vjen ndërmend është çfarë ndryshimi ka? Ke vënë një ndryshim në strategjinë e lojës, në produksionin se si e trajton këtë reality show tashmë? Ti si e ke parë? Mendoj që meqense jam teleshikues i rregullt, isha shumë teleshikues i rregullt i formatit në Itali, dhe kam vënë edhe diferencën atje dhe kam krahasuar pastaj sepse televizioni shqiptar funksionon pak si kopje e televizionit italian. Ne shohim një Alketa Vesiu që është si Mili Carlucci, shohim një Luana që është si Belen Rodriguez, shohim një Bieta Sulo që është si ajo e Verissimo, nuk më kujtohet Silvia Tofani. Kemi personazhe origjinale. Realisht po ta shohësh, kemi një Arbana Osmani që është si Alesia Markuci e përzir me Simona Ventura. Pra domethënë pak a shumë gjithmonë personazhet televiziv tanë dhe ikonat e televizionit kanë ruajtur, domethënë e kanë gjetur veten në televizionin italian edhe ndjekin atë shembull. Formë frymëzimi, po atëherë e kanë përshtatur drejt vetes. Po të vini Riardi Xhebrian që duket si Kaçurelsi që prezantonte Sanremon, ka qenë nuk më kujtohet për momentin, apo një mix me Pipo Baudos, po Pipo më shumë e ka bërë Adi Krasta. Pra domethënë kanë vënë re shumë gjëra që domethënë se si funksionon media në Shqipëri. Jam njohur si mirë televizionin. Po Big Brotheri. I themi pyetjes tënde. Një kopje e mirë apo është shumtuar I themi pyetjes tënde në lidhje me Big Brotherin shqiptar. Unë mund të them që normalisht që fillon gjithçka bazohet një patent e re që vjen nga jashtë, bazohet tek si motrat në zonat për rreth. Dhe normalisht kanë ndjekur në njëjtën linjë për zgjedhjen e konkurrentëve, janë munduar sepse e di që kjo është komfort zona, nuk mund të rrezikojnë, nuk rrezikojnë në ato gjëra që bëjnë. Shohin suksesin e një formati dhe në një farë mënyrë bazohen edhe tek përzgjedhja e konkurrentëve. Nëse bëjmë dallimin mes siç më pyetëm, mes Big Brotherit me njerëz normal apo atyre me VIP-a, di të them që VIP-at kanë shumë komplekse, kanë shumë llastime, janë të shumë dastuar dhe përdoren
përdorin si armë ndaj produksionit që duket qartë për mua që jam njohur si mirë televizionit, që kërcënojnë në mënyrë të vazhdueshme se do lënë programin. A ke marrë ftesa për të qenë te Big Brother VIP? Po si jo, që nga fillimi. Ju dini që Eduard Grishaj dhe Arbana Osmani janë njerëz të familjes time, janë njerëz që i kam në fis. Po, Besoj Eduardi. Eduardin e kam çun tezi, po tashmë kam edhe Arbanin se është nuse jona. Po si s'ke pranuar si ti shkosh djalit të tezës të produksionit? Unë mendoj që gjithmonë, meqense kam zgjedhur të jem të jem paralelisht të zhvilloj dhe pjesën e jetës, sepse do dini që kur je i martuar, kur ke familje dhe fëmijë dhe kur ke edhe një punë shumë të rëndësishme, do dini që jo gjithmonë mund të qëndrosh në televizion, do gjetur gjithmonë koha që televizioni të jetë pjesa e dytë dhe nuk ngutem, e di që do vinë gjërat në atë kohë, unë e di që do jem Big Brother VIP, do vi momenti im, sepse e para herë sepse kam ndërtuar veten që të jem një konkurrent që lum ata që do më kenë nëse do më kenë, sepse edhe nëse s'do kenë hiç konkurrent tjerë do ja maj formatin e atij viti. E kuptoj, pra s'ka qenë koha e duhur. Nuk ka qenë koha e duhur sepse mendoj që edhe un kam shumë gjëra që nuk i kam thënë, edhe që i ruaj si as në mëng, dhe nëse do marr pjesë një ditë në Big Brother, ju do merrni vesh një gjë që s'keni për ta besuar. Sepse kjo ishte ajo çfarë unë do të them, mos ndoshta je konsumuar. Jo konsumuar, por fakti që vjen nga një eksperiencë si Ferma VIP. Çfarë tjetër? Çfarë anë tjetër të Valerit? Në Ferma VIP unë tregova një Valer që nuk i kishit parë më përpara, një Valer që ka hapur zemrën dhe flet për fshatin, flet për punët në fshat që asnjëri nga ata tjerët nuk dinte ti bënte realisht. As ja kishte idenë se si milet lopa, as ja kishin idenë fillot bëhem mjeshtër unë sikur tisha krye plak, jo si kur tisha konkurrent. Bile si dija gjërat edhe më mirë se sa Besi që ishte ngarkuar dhe ishte mësuar për ato gjëra. Dhe shpeshherë bile se kapja mat sa herë që edhe kur ishte puna për të mbjellur perimet, unë janë gjëra që unë i di që jam rritur. I di me së ne i bëjmë edhe sot, sepse nuk më del koha, po familjarët e mi i mbjellin perimet në shtëpi. A i ruan kontaktet Valer me të gjithë? Me të gjithë unë jam njeriu më zemërmirë me gjithë secilin, pavarësisht se mund të jemi zënë, jam njeriu më tolerant dhe jam në vend që të ngelim hatri mua, në fakt ju ngel hatri atyre kota, edhe për shumë gjëra se edhe duroj shumë. Ku ti ka ngel hatri për shembull? Mendoj që atyre që nuk kanë arritur kuptojnë as veten dhe s'kan ditur se ku kanë qenë për shembull. Ndonjë emër duam ne. Po tash ja doni. Valer, a the që i i ka ngel hatri Marian, si ka ngel hatri Dionisit. Pak Mariana, po tha nuk e mora më aq për zemër, tha se vërtet është djalë i mirë Valeri. Po gjithsesi ka ngel pak hatri. Çilietës dikun i ka ngel hatri sepse kur hyra në final në javën e fundit të finales, unë hyra si mentor i Florit. Por Çilieta, domethënë, e kam shumë mikesh, por nuk arriti të kuptoj Çilieta që unë jam edhe njeriu besnik që nëse them që kam hyrë për Florin, nuk mund, pavarësisht se sa shumë e duhet Çilietën, mundohem ta kem një sy edhe te Çilieta, ja kam bërë ditur në atë moment, por nuk mund bëhem pjesë e atij tjetrit të të heqi dorën nga Flori, sepse Florin e doja deri në finale, ja arrita madje sfidën e fundit kur doli para fundit ku ishte sfida e parë në fakt me Baby Gin, sfida e parë fare. Isha unë që zbulova detajin e derës pa hapur të Baby G's që bëri Florin të shkonte në duelin final. Sepse kam bërditur me sa kam pasur forcë aty, ju nuk kanë qenë prezent, por kanë gjithë ata që kanë qenë prezent, kam thënë ka një derë pa hapur, është bërë hile dhe ju lutem se ishin gati për shpallur Baby G'n fituese dhe Flori do kështu që nuk jam mësuar të heq dorë për dikë tjetër, pavarësisht sa shumë mund ta duaj, qëndroj shumë besnik e zgjedhjeve që bëj dhe nëse më kupton mirë, nëse s'm kupton problemi. Valer, the pak më parë që ke ruajtur diçka, një sekret tëndin, të cilin do që ta zbulosh në Big Brother. Pse po e ruan këtë gjë për ta zbuluar në Big Brother? Sepse kemi parë që shumë personazhe zbulojnë gjëra shumë të rëndësishme që kanë shënuar jetën e tyre pikërisht në atë format. Atëherë sepse është vendi i duhur për të një shembull shumë dhe për të një mesazh, një shembull shumë mirë dhe një mesazh shumë fort për shoqërinë dhe për të frymëzuar njerëz. Se shpesh herë thuhet që bëhet më shumë për show. Për show, jo se madje mesazhet që jepen ndonjëherë cilësohen si show nga ose gjëra të shpikura për show. Atëherë zgjedhja ime është histori e jetuar, e cila vetëm për këto gjëra nuk bëhet. Pikërisht nuk zgjedh ta them apo ta diskutoj apo ta përdor, sepse duhet të jepet vlera duhur me maksimumin e shikueshmërisë dhe vëmendjes, sepse ashtu e meriton ajo çfarë kam për të thënë. Valer, të është dashur të bësh kompromise?
kompromiset I kam në heshtje, edhe atëherë kur skuptohem, për shembull, në momentin kur unë jam pjesë e një produksioni apo një pjesëmarrje televizive, njerëzit kujtojnë se jam njeri që nuk kontrollohem dot. Edhe vetë ata sepse thonë që ky nga momenti në moment prit bombën ti kur të na e plas si situatën dhe kur e kanë atë frikën sepse shohin personazhin e fortë televiziv që kur ftohet në një emision që ngacmon një personazh tjetër që luan një personazh tjetër, se thamë që personazhet janë me teka menaze dhe mendojnë se domethënë do ju bëhet pa bërën. Ndërkohë unë di them tjetrën që unë si Valer, si konkurrent, në formën e konkurrentit jam edhe bashkëautor gjatë asaj kohe, sepse mua nuk më humbasin detajet. Thash jam njoh si mirë televizionit dhe kuptoj shumë mirë kur lëvizjet e produksionit apo televizjet apo skaletën. Në momentin kur vjen një prime, unë kuptoj shumë mirë mënyrën se si trajtohet koha televizive që jepet secilit vëmendje, mënyra se si drejtohet moderatori, mënyra se si drejtohet opinionisti. E kuptove që do fitonte Dionisi edicionin e parë të Fermës? Që herët shumë. Ashtu siç kuptova edhe që Elsa Lila ishte infiltruar dhe që luaja rolin sikur isha unë ai që prishja që vidhja gjërat në misionet që kishte Elsa, vetëm për ta ndihmuar, sepse realisht e kisha kuptuar. Po starat e këtij edicioni. Janë pak të lodhur, me thënë drejtë. Po, me që ke nuhatjen, kush mendon që do ta fitojë nga këta të lodhurit që sapo the? Hajde, një nuhatje e ke ti patjetër. Se produksioni nuk është produksioni që ka qenë në Ferma 1, nuk dua të tregojmë I keq që t'ja u pres krahet, sepse për të kuptoj çdo gjë. Unë mendoj që ti mendon që është Big Mama. Mënyra se si qëndron Big Basta, edhe Big Basta qëndron pak me sigurinë se s'po bën asgjë në fakt dhe qëndron aty edhe vetëm rreshton ka mësuar 3 fjalë. Shiko se nuk është shembull I mirë kjo që po bën ja vashme, po kush po të pyet për ato fjalë bukura, po s'ka konkurrent që t'ia thon këtë gjë. Po kush po të pyet për të folur kështu, po hajde bëj një punë o shoku, futu punës edhe për t'ju kthyer. Pra dhe Big Basta po thua që është pak rrik kështu si në pritje, domethënë vetëm pret momentin e finales sa thu se e ka zaptuar që ditën e parë. Po jo më zotëri se duhet I bësh hizmeti një gjëje kur nëse pretendon diçka, në fakt I duhet punosh për atë gjë në mënyrë që ta kesh të merituar. Se për zotin siç e merr, edhe po të marrësh çmimin siç e mori Dionisi, njësoj të shkon ku është Dionisi tani, se ku bëhet, se as e ftojnë, as del as kur gjë. Asgjë më vllai. Ka patur një intervistë mjaft suksesshme tek Alketa Vejsiu tek Peter Pan. Shumë suksesshme. Çfarë ishte 3 fjalë. Ajo ishte një ndryshe një person. Kudo që ta qosh një person, nuk ka çfarë të tregoj më shumë. Është një person, Dionisi kishte problemin e televizionit që nuk e ka të zhvilluar as fjalorin, as dinamikën, as mënyrën e për qenë I larmishëm. Po jo domosdoshmërisht çdo person në ekran duhet jetë I artikuluar. Ai ashtu është I vërtetë. Mirë, çfarë të shohësh herën e dytë. Nëse si ka këto. Sepse ti e përmendë pak më përpara që je njoh shumë I mirë televizionin. Dhe në televizion sa më real të jesh, aq më mirë. Po. Kjo gjë pse nuk vlen për Dionisin, se ai ashtu është. Nuk vjen nga bota e televizionit, nuk hiqet si dikush që nuk është. Pra, Dionisi është Dionisi dhe njerëzit përpiqet të kopjoj dikë, pra është vetë ose nuk është I Zotit jetë në një formë tjetër, se po ti njihin nga afër nuk janë njësoj siç janë në televizion. Në televizion Dionisi dhe personazhet që kanë qenë ferm, që kanë qëndruar si thua në të njëjtën formë gjithmonë në comfort zone, nëse njeh nga afër janë krejt ndryshe dhe realisht janë ndryshe. Tani dua të shohim se çfarë mendon ti për personazhe të ndryshme televizive, se vetë sapo e the që janë ndryshe kur ishe nga afër. Do kemi dyshje përballë njëra tjetrës. Dhe ti do zgjedhësh kush të pëlqen ty më shumë dhe me argumenta se ti të mbahet goja. Shohim sa guxim ka Valeri. Personazhet e parë janë Luizi apo Gjesti? Absolutisht Luizi. Kam qenë personi I parë që domethënë ku ka qenë koha kur gjithë njerëzit ishin pro ti, kam qenë personi I parë që kam kritikuar, kam thënë se më ka pëlqyer filan gjë. Fakti që s'ne përmend asnjëherë që ishte nga Dukagjini, fakti që domethënë fjalori që përdorte sidomos ndaj disa konkurrentëve Efit, nuk më ka pëlqyer ajo shprehja që ja përsërisë, se s'mund I thuash një femre është shumë e rëndë ajo. Domethënë pra, jam njeriu që nuk ja fal as kërkuj gjën, por kur vjen puna për të krahasuar me dikë tjetër, si Gjesti,
Gjesi si të duket, ishte... Kalama, burr kalama, një njeri hiperaktiv që asgjë tjetër, po... Ç'të keq që ka të ruash fëmijën brenda vetes, Valer. Edhe ruajmë të gjithë fëmijën brenda vetes, por... Ishte dhe thjesht 23 vjeç, pra i vogël. 23 vjeç s'është i vogël se 25 jam martuar, unë, kështu që... E di si mu duket si babim që thot 25 kam pas 2 fëmijë. Bëri që u martuan Big Brother, po çfarë martesa është kjo? Ç'është kjo martesa më shoku sa për sy e faqet njerëzve dhe masane Big Brother ishte tani kemi pas në martesë. Varet nga koncepti që ka njeriu për martesën edhe për marrëdhënien që por nuk ajo pjesë nuk hyn. Ndoshta nga zgjedhja që kam bërë unë që kam një martesë edhe një zgjedhje që është ndryshe komplet nga gjithë kjo që ofrohet nëpër televizion. Dyshja tjetër, Big Mama apo Alba Pollozhani? Big Mama pa diskutim, po ç'është Alba Pollozhani, një përputhse që zdi se çfarë bën as çfarë thotë edhe futu bjera aty mrena në ferm. Të erdhi keq që u nda me Limin? Në fakt më erdhi keq se ajo bëri zgjedhjen që dihej, nëse i futesh një mashkull në krevat dhe je në reality show dhe bën atë formë të çlirit, por që nuk është guxim, është formë domethënë që është kujdesime. A mendon që ka ndodhur vërtet diçka në në firma? Ka një pyetje që po ju videon e keni parë sepse e kemi parë. Po ajo kemi publikuar. Ne videon e kemi parë, por ata thanë që s'është bërë asgjë. Po edhe me kush e bëri e pranoj po. Ai. Vazhdojmë te dyshja tjetër. Egli apo Xheneta? Xheneta më duket më tip, super tip. E di pse, një Xhenet që i bëri zbor një gjesti, se duket qartë nga mënyra është njëri, domethënë i guximshëm, njëri që si mungon fjala në asnjë moment, jo se mungon Eglit, por është ndryshe ta kesh fjalën koncize, situatën, ta kapësh çdo lloj situate dhe ti marrësh më të mirën, është ndryshe kur flet dhe kanjëherë flet edhe për qartë. Pra, domethënë ky dallimi është mes dyjave, kështu që zgjedh Xhenetën. Okej, Arbana apo Alketa? Se ke qenë vetë Big Brother, ke qenë vetë kjo është pyetje shumë e vështirë. Sepse me të dyja i kam shumë i kesha dhe të dyja janë njerëzit që duam më së shumti në ekran për sa i përket prezantuesve shqiptarë. Unë gjithmonë meqense jam njeriu i realitit, zgjedh gjithmonë Arbanin. Okej. Kam dhe një pyetje këtu. Por si ja heq Arbana apo Ledioni? O, asë që diskutohet Arbana, unë jam mësuar të prish fund vetes. Ke qardhje që nuk ishte në edicionet e Arbanës në Big Brother? E kushta që nuk do vi momenti që mund të jem në edicion. Unë atë po pres që të jem në edicionin e Arbanës, sepse nëse do ishte kështu nuk do i prisha punë vetes, se mbase tani domethënë Ledioni do kishte qenë duke më telefonuar dhe direkt e kam jo tani nuk do më marri. Jo vetëm se është Ledioni. Jo, vetëm se thash këto që po them, pra këtë guximi që kam. Unë i prish punë vetes se s'kam problem. Top Channel dhe në drejtimin e Big Brotherit? Unë mendoj që kudo që të jetë Arbana është histori suksesi dhe nuk ka më të mirë Shqipëria moderatore apo një person që mbledh gjithë shqiptarët përpara ekranit. Po te opinionistët Arbër Hajdari apo Arjan Konomi, dyshja tjetër? Më ka pas pëlqyer Arjani në kohën kur ishte në Big, ndryshojnë në kohën kur ishte në përputhjen sepse filloi të shkonte drejt shijeve të konkurrentëve. Unë mendoj që një opinionist nuk duhet të bëjë kompromise, as të shkojë drejt masës së publikut për faktin që të kesh frikën a do qikosh, as do qikosh për faktin që kanë shkuar. Pra, duhet të jetë profesionist. Mua më pëlqen Arjani i asaj kohe shumë. Edhe nëse do isha ashtu do kisha zgjedhur atë Arjan, kurse për Arbrin që është aktualisht mendoj që Arbri është më mirë. Okej. Valer, kam një pyetje që dua ta them unë, ja mora fatosit këtë. Fioralba apo Luana? Unë njerëzit që bashkëpunojnë nuk i hell poshtë kur, di të them që janë të krejtë ndryshme. Për shembull, tham që Luana është një Belen Rodriguez me forma dhe me zipresin gjithë njerëzit të shohin çka ka veshur, si është veshur. Fioralba kush është? Kurse Fioralba është njeriu shumë artist që këndon shumë bukur, në kohën kur ishte në Portokalli tregonte që ishte edhe një aktor shumë e mirë, ndërkohë që ishte moderatore dhe vajzë shumë e re dhe domethënë ka treguar që e ka merituar çdo gjë që është besuar, ka një zemër shumë mirë, ka një sjellje shumë elegante në ekran që është tip princeshe. A din që një farë forme, domethënë është shumë ëmbël, shumë e grisht, shumë Barbie. Pra, por publiku apo njerëzit nganjëherë shkojnë drejt shijes tjetër, drejt Luanës më shumë. Por unë mendoj që çdo njeri ka momentin e vet dhe ka kohën e vet. Pra të dyja janë të pranueshme, janë aty, por unë zgjedh gjithmonë Fioralbën sepse kam shumë për zemër. Po pat një problem me Fioralbën sepse ajo kam përshtypjen që kishte një kontratë 2 vjeçare, siç është thënë, dhe i është ndërprerë në mes për të ardhur Luana. Pse mendon që u bë kjo zgjedhje nga produksioni për të larguar Fioralbën më përpara? Para koha. Ka ndryshuar dhe produksioni, ju ndoshta nuk e dini, po nuk është produksioni fermës, nuk është i njëjti.
Kështu Pas që kanë ikur të gjithë Pasi bashkë. pas ka marrë lumi. Mirë atëherë. Planet kanë qenë ndryshe edhe kanë qenë ndryshe. Ta them me siguri sepse Mirë atëherë. U fut Luana vetë më duket. ishte dikush tjetër për qenë kryeplak, ishte dikush tjetër për qenë opinionist, kështu që Okej. Mirë atëherë, ne do të kalojmë tani. duket ke qenë ti për të më qenë as opinionist. që diskutohet. Pra Valeri ka qenë për opinionist. Çfarë ndodhe? Pretendent. Ndryshoi gjithçka dhe ideja është ja u lëm rrugën të lirë këtyre që erdhën me duke uruar shumë sukses edhe duke i përkrahur I mundësisht. ke hedhur në gjyq? S'kam arsye s'ka sepse pas ideja është njerëzit që du fort në atë produksion i kam krah akoma. Mirë atëherë, ne tani do të kalojmë në një lojë që unë e kam shumë qef, ngor dhe kam shpikur me këto dy duar dhe me këto tru. Është loja e kam bërë se kam bërë me Valerin. Wow, zotë, sa shumë. Ti sikur kështu do futej në intro Në sigër edhe nuk kemi as sigër për të lojë. Tani u kujtova që s'kemi sigël. Oh yeah. Mirë atëherë, fillojmë. Ka marrë dhurat nga pacientët pas një shërbimi shëndetësor. Po, e kam bërë. Çka ka qenë? Ama se më Shumë gjëra të kurioz. mira, po s'jam në i natyrë pul, në i materialiste. gjele, Vezë. kështu. S'jam natyrë materialiste, po për zotin ajo çfarë unë marr vazhdimisht është dashuri shumë e madhe Okej, dhe super. frymëzim. Kam pasur tërheqje fizike për një personazh tek ferma VIP. Jo. Tërheqje fizike jo, po është tërheqje zemre. Kam pasur Me kë? me Florin. Okej. E kam Okej. dashur fort si shok edhe domethënë e kam ruajtur, e kam po jo vetëm për Florin, edhe për Elsën. Okej. Kam bërë plazh nudo. Jo në plazh, po në liçen, po. Kam bërë liçen nudo, do ta kisha shkruar. Në liçenin e Shkodrës e ke liçenin e bërë? Shkodrës. E dëgjoni ta bëjnë në liçenin e Edhe Shkodrës. në Cemin, në pjesën e Tamarës, edhe atje kam bërë foto të zhveshur krejt nudo, edhe ndërkohë që kalonin njerëzit me makina atje. Kishe Panë siklet? të bukur njerëzit. Po isha model, më isha profesionist. Ajde, sa le kam bërë ato bizneset rreth e rrotullat të ditë. Kam hequr vizhgjërinë në moshën 18 vjeç. Jo, më përpara. Më përpara. Për cilën po flasim? Po ku diu shumë, diu se mos e kam bërë unë këtë. Kam tradhtuar më përpara. S'kam tratuar kur, nuk e njoh fjalën tradhti. E ka urrej si fjalën gënjeshtër, si fjalën A të kanë trastuar? Jo asnjëherë. Kam As bërë miqësi. kam bërë diçka vetëm për të dalë në portale, për të bërë jehon. Po, patjetër kam bërë vazhdimisht. Kam përdorur substanca narkotike. Akoma jo. As nuk i ke provuar? Akoma jo, do i provoj, kam lënë ti të provoj me një të burgosur. Do bëhet muhabeti aty shumë interesant. Ç'bëhet në burg? Kam flirtuar me dikë për të marrë diçka në këmbim. Jo, kam flirtuar vazhdimisht dhe kemi flirtuar, por nuk është se për të marrë gjë në këmbim. Okej. Është i bukur edhe flirti pa pritur në këmbim. Pa prit diçka në këmbim. Okej. Kam bërë botox ose fillers të ndryshëm. Kam bërë botox? Po, kam bërë botox. Bravo që e pranon. As filler ajo. Jo, filler akoma jo. Perfekte. Po jam i ri akoma. Dhe pyetja e fundit që është baza, kam gënjur në këtë intervistë. Asnjëherë. Nuk mund të gjej për Valeri. Po zotin jo se jam shumë shpirt, Realisht- nuk më keni edhe nuk kam arsye të gënjej sepse është shumë bukur kur të bëhen pyetje edhe të mundohesh të vësh tjetrin në format të vinë në emisione të ndryshme, është bukur kur gjen njerëz që ti ngacmojnë gjitha ato cepat e kufit. Sidomos Një nga me personazhet këtë më pjesë tani. Sidomos tani e ke vëre që u rrit pak temperatura Po, këtu. ja, Vap ka qenë, po u bë Vap ka qenë, po. Ishte nga pyetjet që Ishte- bërë. Po akoma më Tani do vap. bëhet më vap sepse nis rubrika Caliente. Valera, ty ke disa pyetje, të ftoj ti marrësh, ti hapësh. O përgjigju bë u burr, o ha specin. Speci është me rësi shumë djegës. E kam provuar të gjithë dhe këtë kanë thënë. Po unë e duroj djegjen. Ja ta shojmë se kështu me llafe të Jeni merrim të qatë. Jo. Ndërkohë këndojmë një këngë. Të dua nga ty, Mazia. të dua ty. Cili nga moderatorët në Shqipëri sipas teje nuk e meriton të ketë atë profesion? Dën dën.
Dun dun. Ja, këtu mate. E meritojnë të jenë atë profesion, por Sipas shijes tënde, janë në për formate që s'para Kush nuk i shkon? Kujt nuk i shkon formati? Për shembull Manushi më mirë të rritë procesi sportiv se sa të angazhohet te diell, se siç e bën te Alban Dudushi. Shumë fan Siç e bën te Alban Dudushi, tash mas Alban Dudushit vije Manushi. Nuk e di mua më Manushit e trotuarit. Kam qenë i ftuar dhe shumë i mirë, por që Okej, ndoshta nga që ka shumë ose ndoshta nga që ka shumë rubrika, akoma se jemi Dhe shumë shohim njerëz. Manushin vetëm në një vend. Pyetja tjetër? e rradhës. U përgjigj, un kam frikë do s'do haj asnjë Da, lloj. iko dhe një spec. Po ky e bliu me duart e veta, mo. Për hatrin tënd do hallë specin pasi të përgjigjem. Ua, 2-1 Valeri. S'më vajtë lekët kot, shqyr sotit. Cili ka qenë vendi më i çuditshëm ku ke kryer marrëdhënie seksuale? Tash që do rritej temperatura. Kur fillon me cili ka qenë vendi, dihet ku do përfundoj. Unë kujtojnë 2 vende, pa. Okej, në Bjeshk, në mes të pyllit, okej, në majë të malit, tjetra. dhe edhe në makinë, në mes të qytetit. Zhgënjyse. Mes qytetit. Apo Çfarë ore? Ja, pisa më shumë. Zhgënjyse. Okej, çfarë? Në pyll, në Jo, po mal, prit, në makinë. Realisht se të në mes dyja, të qytetit është shumë e sikletshme, sidomos po të ketë qenë ditën. Ditën ka qenë. interesante. Du kalu Duke që makinë me xhama të zeza me shumë mundësi. Ashtu e kam. Range Rover. Jo, pa ka qenë shumë karbiole, hapë fare. Pyetja tjetër. Kaloj. Next pregunda. Dika kështu di. Di anglisht. Anglisht, di anglisht. Next Qa përsi pregunda. që ishte zhgënjyse? Po, prisa Ky prisa lej traktor në një. Ku di unë? Në sera në ara Se me vet në fakt është shumë i stërvitur në këtë fushë dhe Unë s'kam lënë bjesht pa shkuar. Në Bjeshk është shumë interesante, sidomos kur e di që je vetëm me witcherit dhe me kafshë e egra. Ma prem në koordinata kemi. Edhe ke dhe lule shtrydha aty afër, edhe shtrihesh në lule shtrydha. Po kështu shampanjë, jacuzzi, jo. Po jo më vur majt malit. Ja, Zbuloj emrin një personazhi të njohur që ka flirtuar me ty ose ha specin. Përgjithsisht ka ndodhur disa herë që kanë flirtuar si femra si meshkuj. Më duket që ka thënë emrin e Bledmanës para ca kohësh. E kam thënë me qenë se është person që mban, sepse nuk jam njëri që do t'i vë, Të ngacmosh. sidomos kur kanë edhe orientime të asaj natyre, nuk jam njëri që t'i përmend emrat edhe të ti dëmtoj. Po thua që ishin si dikush janë dhe ka një orientim tjetër dhe ka ngacmuar. Edhe nuk jam njëri që përfitoj nga kjo gjë, fakti që kam treguar që t'janë ofruar është më duket shumë e pabesë që pastaj tua përdorësh. Fakti që përmenda Bledin është se Bledi mban edhe mendoja se edhe realisht më kishte kuptuar shumë mirë që thjesht po i jepja pak domethënë ta sita në qendër të vëmendjes një person që mban, sepse për emra kam sa dush emra, por janë persona që se mbajnë dot dhe ndoshta penalizoj jetën e tyre qoftë seksuale, qoftë formën e tyre të prezantimit në media. Dhe nuk jam njëri që duhet të ndërhyjë ajo gjë. Jam përkundrazi i ruaj shumë. Edhe çmoj faktin që drejtohet dikush, sepse nëse dikush flirton me ty apo thotë që kam qejf të kem krevat, nuk ka sharm. Thjesht të ka vlerësuar. Nuk është një gjë që ta marrësh si. Unë mendoj që duhet haj specin. E tha një emër, e ham specin në fund, vazhdoj. Tjetër. Ja laf atos me grep. Sa herë ke? Valer, ti ke realizuar disa photoshooting mjaft të guximshëm ku shfaqesh edhe nudo, po foto të organit gjenital, a ke dërguar ndonjëherë? Fatos, ti e pas ke bërë këtë? Jo, unë nuk e di, nuk e një autorin e këtij emisioni. Unë një tek loj bëra, s'di gjë. Unë betohem në Zot që nuk kam gisht. Po të kisha gisht nuk do Ajo ishin ka ato dorë. pjesë. Ja, thua, jo gisht, vazhdoj. Unë kam thënë që normalisht jam njëri ekstremeve dhe nuk është se kam fort vështirë për ta bërë një gjë të tillë, por megjithatë kam thënë gjithmonë që e mbaj asin nën mend dhe pjesën më të mirë sa kam treguar akoma njerëzve. Okej. Akoma? Si kam Çfarë do të thuash me fjalën? Akoma. Shumë e thjeshtë ishte, nëse bazojmë te pyetja. Domethënë a ke dërguar ndonjëherë foto të organit dikujt tjetër? Domethënë po them që pjesën më të mirë sa kam dërguar akoma. Akoma, pra. Po më fal. Po ti je martuar, ore. Dhe çfarë do thotë? Unë po them që me nana ime kulti. që pjesa më e mirë lihet si as nën mëngë dhe ne thamë të tjerëve nuk Ku përdoret asi nën mëngë? Domethënë kur lën Murlanze më shumë. është si ajo shprehja që për shembull lakuriç me duar në xhepa. Edhe kështu është edhe shpreha asi nën mëngë për shembull. Lakuriç me duar në xhepa, ashtu edhe asi nën mëngë. Pra gjithmonë e lë diçka që për të lënë pak për qenë mistik që shiko, e lë gotën si gjysmë bosh që
ka prapë për treguar. Marrë vesh me. Vazhdojmë të pyetja Rradhës. tjetër. S'kan të mbaruara këto pyetjet. Edhe të palosme të pas kanë të Vihem vështirë mbaruar. në vështirësi. Vihesh vështirë në vështirësi, okay. Shohem. Mariana Kondi zbuloi në episodin e shkuar se ishte paguar në firma VIP. Trego tani sa je paguar ti ose ha specin. Sa? Ha, se ishte e vështirë të Atëherë më vishëm. qenë se unë jam njëri që paguam shumë mirë tek puna ime. Në momentin që kam marrë pjesë në firma VIP, nuk kam kërkuar gjëra shumë ekstra, por kam kërkuar që se nuk duhet i vë tjerë në vështirësi, se shumë kollaj. E dija që isha një nga personazhet që produksioni e kishte më kryesorin ta kishte, se kishte si siguri për mbarvajtjen e atij formati, meqense jam njohës i mirë i formateve, dhe ta kishte si siguri që nëse nuk çalon diçka, e dim që Valeri do sjellin vëmendje gjëra. Dhe kam vendosur një shumë të mirë sa rroga ime edhe pak më shumë se rroga ime. Pra është bazuar në bazë të performancës. Në bazë të, jo, thjesht nuk jam vendosur në siklet, por meqense do hiqja dorën nga vendi i punës, nuk jam njëri që i shfrytëzoj nisem nga ana materiale, por kam thënë që okay, un kam një rrogë shumë mirë dhe vjen Me sa zero, Valer, tani të lutem. Mira, nuk i rreth e presim rrogu. Nga ty këto diplomaci, të lutem. Tani prit pak, Atëherë, një mjek i përgjithshëm merr 600. jo më motor. Jo, zemra më më shumë. shumë. Ti pritë. Jo më motor, është me 3 shifra Mjeku i Me përgjithshëm. 3-0 po, i bie. Sa? Pra i bie mbi 1000 euro je paguar. patjetër që po mbi 2000. E tha. 3000. Bingo! Tani një sekond jam kurios. Muaji apo jo? Në muaj patjetër. Okej, jemi okej. Vazhdojmë Në pyetjen. ditë. Sepse jam edhe drejtor, edhe jam për 12 vitesh drejtor. kisha për te ferma. Patjetër. Okej. 3000 euro është super. paguar Valeri. Bravo, bravo, Jo më Valer. shumë. Okej, më shumë se 3000 euro. Ja, vale. U du si Telebingo 23. Bingo! S'mund ta them sepse do hyjnë gjëna të tjera prandaj. Okej, do Ata që kanë paguar më pak më Se duket. ju kam parë pagesat e tjera. Okej. Për shembull, Glora si kam treguar sa kam marrë, se tjerëve s'mund t'i tregoj. Po pse Gloria sa po Çka paguash si pak a shumë FBI? isoj? Pastaj kërkoj edhe Gloria. Ti ke marrë pjesë në disa programe televizive, por cili është ai program ose studio televizive që Valeri nuk do shkelte kurrë? S'kam asnjë studio televizive që e kam bezdi që të mos shkeli, domethënë që aq bezdi sa që të mos shkeli. Me shumë kënaqësi në gjitha, edhe unë jam njëri që vlerësoj shumë punën tuaj, edhe për zotin, domethënë nëse ka njerëz që duhet të qëndrosh korrekt për gjithçka dhe të jenë edhe mirënjohës, shumë njerëz në karrierë duhet të jenë mirënjohës moderatorëve dhe gazetarëve, sepse e njoh shumë mirë punën edhe vështirësitë që keni në çdo moment që realizoni një program televiziv, dhe mundohem gjithmonë të ruaj nga në çdo, domethënë që nga fillimi fare, edhe i kam po miq njerëzit e produksionit kudo, domethënë mundohem, jam po ky person. Edhe mbas 10 vitesh kështu do jemi. Po tek Trahana Show do shkoje? Kush është kjo? Trahana Show. Çfarë është Kam ide se kush. As se kam dëgjuar. Unë kam dëgjuar atë It's My Home. Do shkojë te It's My Home? Jo, s'është pjesë që nga E gjetëm një program. Jo. Edhe te Trahana Show. Ju that diku që ke shkelur më përpara. Jo, ke shkelur në shumë. Ku nuk do shkelësh kurrë në të ardhmen. Atëherë unë seriozisht jam personi që i zgjedh shumë vendin ku do shkoj dhe refuzoj shumë herë, sepse zgjedh të vlerësoj punën e njerëzve të cilët kanë rritur disa standarde, të cilat edhe ta ruaj edhe vetë figurën që nëse unë shkoj te It's My Home, ç'kuptim ka pastaj të E kuptoj në Big Brother e tjerë e tjerë. Shtëpi më shtëpi. Në ferme, në Big. Është shprehje e të vjetërve tanë, prindërit tanë, s'le bir pa u fut. Dhe me këtë shprehje do ta mbyllim se e keni vënë Le ta bëjmë pak më shumë ikonike. Kamera. S'le bir pa u fut. Do ta ripërsërisësh, po nuk je dot Valeri. Bëje Valer, se në ko. S'le bir pa u fut. Dhe në bazë do shihemi të premten tjetër ora 8:00 në Andale. Na ndiqni sepse ne për çdo gjë Themi what the fuck. Jeni shumë të mirë. Oh, Dio! Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, bëni subscribe në Andale AL dhe na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale. Ándale.